U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej, siç e thëka edhe në fillim, ku do të flasim pikërisht për ditën ndërkombëtare të osteoporozës, që shënohet çdo vit më 20 tetor. Dhe ne këtu në studio në ritmin e ditës kemi doktorin Rezart Dalipin për të folur mbi faktorët rrezikues, parandalimin, trajtimin dhe rëndësinë e kujdesit për shëndetin e kockave. Përshëndetje doktor dhe mirë se erdhët në emisionin në ritmi i ditës. Përshëndetje Rehan, përshëndetje të gjithë shikuesve të televizionit të Maqedonisë të ritmit të ditës. Faleminderit për ftesën që më bë të jem pjesë e emisionit tuaj dhe sot të fol për osteoporozën, për ditën e kësaj sëmundjeje. E fillojmë, çfarë është osteoporoza dhe si ndikon në shëndetin e kockave? Dhe me thonë, osteoporoza është një sëmundje e kockave që paraqitet me dobësimin e tyre, ku këto eshtrat humbin dendësinë apo masën e tyre kockore dhe si pasojë e asaj kockat bëhen më fragile, më të brishta, ku munden shumë më lehtë të thyen, si pasojë e asaj që humbet masa kockore. Po ashtu bëhen edhe elasticiteti i tyre dhe ashtu mundet shumë më lehtë që të thyet. Doktor, mund të na thuani se cilët janë shenjat e para të osteoporozës dhe që duhet njerëzit t'i kenë parasysh ato shenja? Do me thonë, nuk mundemi që në mënyrë më të hershme të kemi simptome apo ato shenjat e para të paraqitjes së osteoporozës, ato manifestohen pak më vonë. Njëri ndër faktorët kryesor është simptomatologjia apo paraqitja e dhimbjes së pjesës së shpinës trupore. Po ashtu me kalimin e kohës fillojnë si pasojë e atyre frakturave kompresive të unazave të shpinës kurrizore që ndodhin, fillon të humbet edhe gjatësia apo lartësia e individit. Po ashtu fillon edhe të bëhet shtrembrimi i shtyllës kurrizore, fillon të paraqitet edhe ajo ne që i themi me terminologji latine kifoza. Doktor, mund të na thoni se sa është e përhapur kjo sëmundje dhe cilat grupa janë më të rrezikuara, të themi femrat, gratë, fëmijët? Po në ditët e sodit mundemi të themi se osteoporoza si sëmundje është mjaft e përhapur. Edhe atë është më tepër e përhapur te gjinia femnore sesa te gjinia mashkullore. Edhe atë gjinia femnore më tepër është e përhapur mbas periudhës së menopauzës, ku një e treta e gjinisë femnore mbas moshës 50 vjeçare vuajnë prej sëmundjes së osteoporozës, ndërsa te gjinia mashkullore është pak më e rrallë, edhe atë një prej 5 meshkujve munden të kenë edhe sëmundjen e osteoporozës. Pra do me thonë te mosha 50 vjeçare, mbi moshën 50 vjeçare, 15% të popullatës vuajnë me sëmundjen e osteoporozës, ndërsa te mosha mbi 80 vjet, atëherë kemi edhe 70% të paraqitjes së osteoporozës. Çfarë duhet të kemë parasysh, të themi, kjo grup mosha, apo siç e thekët edhe ju, pas menopauzës që paraqitet më së shpeshti te gratë, te femrat, çfarë duhet të kemë parasysh kjo moshë, kjo kategori e popullatës? Do me thonë, duhet më së pari të rritet edhe vetdia te vetë gjinia femrore, se mbas periudhës së menopauzës të bëjnë ato analiza të rregullta ku mundet të kontrollohet niveli i vitaminës D3 dhe i kalciumit. Po ashtu preferohet që të bëhet edhe diagnostifikimi i osteoporozës me anën e DEXA skenit. Cilët janë faktorët kryesor që kontribojnë në zhvillimin e osteoporozës? Pasi faktor kryesor që ndikojnë në zhvillimin e osteoporozës, më së pari është, siç thamë edhe më lart, mosha. Pastaj mënyra e të ushqyerit. Marrja e ushqimit ku nuk kemi vitaminën D3 dhe kalciumit ndikon në paraqitjen e osteoporozës. Pastaj ndikon edhe aktiviteti fizik. Tjetra faktor që mundet të ndikojnë në osteoporozën është pirja e duhanit edhe e alkoholit. Edhe këto janë si faktorë që ndikojnë në paraqitjen e osteoporozës. Po ashtu kemi edhe sëmundje të ndryshme ku pacientët marrin edhe barna të tipit të kortikosteroideve që ndikojnë në paraqitjen e osteoporozës.
Doktora, ka mënyra efektive për të parandaluar osteoporozën që në moshë më të hershme, më të re? Normalisht gjithmonë ekziston mënyra që të kemi parandalimin e osteoporozës qysh në moshë më të re, prandaj preferohet gjithmonë që mas pari mënyra e të ushqyerit. Është një si ndër faktorët kryesor, do me thonë të hiket ajo që të konsumohet ushqim i shpejt që fatkeqësisht në ditët e sodit është më aktuale, prandaj duhet të merren më tepër ushqime të pasura, siç thash edhe më përpara, me vitamin D3 dhe kalcium. Pastaj preferohet që të merret me aktivitet fizik, sidomos të merret me ecja, është që të ketë çdo ditë ecje të rregull nga 15-20 minuta, që ndikon në pjesën e osteoporozës për parandalime dhe për mosparaqitet. Edhe po ashtu ndikon që të bëjnë kontrollat të rregullta te mjeku. Mund të na thoni se a ka trajtime efektive sot të themi për ndalimin ose ngadalësimin e kësaj sëmundje? Po, normalisht se ka, do me thonë me metodat e sodit bashkohore që ka arritur mjekësia, do me thonë mas pari te gjinia femnore, si që thash edhe më përpara, në periudhën e menopauzës, ku kemi edhe ulljen e nivelit të hormonit të estrogjeneve, se atëherë kemi edhe atë disbalansin hormonal, preferohet që vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është fut në sistem si screening metod, që prej në moshën 65 vjeçare, gjinia femnore të bëjnë diagnostifikimin me deksaskenin, do me thonë për të matur dendësin e eshtrave apo të kockave. Prandaj kjo është një si ndër faktorët kryesor që duhet të bëj populata, të rritet vetdia dhe të shifet se a e kanë osteoporozën, a jo, a duhet të parandalohet, a duhet të trajtohet për në të ardhmen. Sa është e rëndësishme të themi edhe ndërtimi i masës kockore gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës tek të rinjt? Normalisht kjo është një edhe ndër faktorët kyçe, prandaj nuk është e rastit që qysh në lindje të fëmijëve marrin ato edhe vitaminën D3, që është për ndërtimin më të mirë të masës kockore. Prandaj gjithmonë te fëmijët preferohet edhe të merren me aktivitet fizik, nuk është e rastit edhe ato orët që mbahen në shkollë të edukatës fizike, po ashtu preferohet që të merren edhe me ndonjë sport, edhe me ndonjë aktivitet në atë moshën e adoleshencës, që kjo do jetë të themi në thojza si një farë investimi në masën kockore që do të duhet për në të ardhmen që të kenë edhe eshtra më të fort, por edhe muskuj më të fort. Shpesh herë prindërit do më thonë shqetësohen në momentin kur fëmia nuk konsumon ushqime të themi produkte të qumshtit. Çfarë ndodh në këto raste? Kjo është një ndër edhe problemet, se ka edhe që nuk i konsumojnë produkte të qumshtit, prandaj preferohet që të insistohet edhe te fëmijët nga ana e prindërve që të munden të marrin më tepër prodhime të qumshtit, të marrin të tipit të kos, të djathë, por në qoftë se nuk i marrin këto produkte, atëherë preferohet që të marrin ushqime të tjera siç janë perime që përmbajnë vitaminën D3 dhe kalciumin, po ashtu të merren edhe ushqim të peshkut të konsumohet, edhe normalisht të preferohet që fëmijët gjatë ditës së paku 15 deri në 20 minuta të eksponohen edhe në diell. Por gjithmonë duhet të hiket atyve kur është me rreza ultraviolete më të larta gjatë ditës, por prandaj preferohet që fëmiu të rritet jashtë dhe të dalë në diell dhe të eksponohet, që edhe në atë mënyrë të mundet të marrë vitaminën D3, jo vetëm nëpërmes të ushqimit, por edhe në mënyrë natyrale. A ka raste kur fëmia diagnostifikohet me këtë sëmundje apo me osteoporozën dhe cilët janë shkaqet që një fëmijë në moshë të hershme mund të diagnostifikohet me këtë sëmundje? Do me thonë, osteoporoza si sëmundje të themi, te fëmijët në moshën qysh më të hershme është shumë më e rrallë.
Ato janë raste pak më specifike dhe janë raste më të veçanta që munden të paraqiten te disa fëmijë ku lindin me çrregullime hormonale, të gjinia femnore të çrregullime hormonale të nivelit të ulur të estrogjenit, ndërsa të gjinia mashkullore me nivel të ulur të hormonit të testosteronit. Po ashtu kemi edhe fëmijë që lindin me sëmundje të ndryshme kronike, që për shkak të sëmundjes që nuk kanë aktivitet fizike dhe normalisht në këtë rast bëhen edhe eshtrat më të brisht dhe janë më lehtë të thyeshëm. Ndërsa ka edhe sëmundje të ndryshme, që themi ne si është një ndër sëmundjet është rahitisi, po ashtu edhe osteogenezis imperfekta, që janë sëmundje ku kemi ndryshim të ashtit për arsye të nivelit të ulët të kalciumit dhe vitaminës D3, po ashtu kemi edhe sëmundje siç janë hiperparatiroidizmi, pastaj hipertiroidizmi, që janë sëmundje të gjendrës tiroide, që të këta fëmijë edhe prandaj munden të diagnostifikohen qysh në moshë të re me sëmundjen e osteoporozës, edhe normalisht se duhet të trajtohen, qoftë ajo me terapi hormonale që duhet ta marrin, varësisht se prej çfarë sëmundje vojnë, ose të kompenzohet ajo duke dhënë suplemente të tipit të kalciumit, të vitaminës D3, ose nëpërmes të ushqimit që do konsumojnë. Ju më herët e cekët që si do që tjetë konsumimi alkoholit, pirja e duhanit apo kafeinës në shëndetin e kockave ndikon. Çfarë duhet të bëjnë të rinë, duke pasur parasysh që një mosh të rritë, adoleshencët ose pak mbi moshën 18 vjeçare ndikohen prej tyre, konsumojnë këto gjëra? Po, fatkeqësisht te rinia me të madhe në ditët e sodit konsumohet si pirja e duhanit, po ashtu edhe alkoholit, që është edhe një ndër shkaktarët kryesor edhe për paraqitjen e osteoporozës, se pirja e duhanit ndikon në qarkullimin e gjakut, që të bëj ushqimin e eshtrave dhe të furnizohet me suplementet e duhura, po ashtu edhe alkoholi në një farë mënyre nga dalëson përthithjen e kalciumit prej ku duhet që të mundet të deponohet të eshtrat. Po ashtu edhe kafeina si ndikon negativisht ku kemi humbje të madhe të kalciumit. Doktor, ju e cekët në fillim që gratë janë ato që më së shumti prekën nga kjo sëmundje. Dhe është e nevojshme që gratë e reja të themi të kontrollojnë densitetin kockor para shtatzanisë? Po, do me thonë gjinia femnore është me tepër e kapur prej sëmundjes së osteoporozës. Nuk është gjithmonë e domosdoshme që para shtatzanisë të kontrollohet dendësia e kockave ose të bëhet ai DEXA skeni për që të shifet se a vuan nga osteoporoza ose jo. Pra, ka indikacion para shtatzanisë që të bëhet DEXA skeni për të parë dendësia e eshtrave te ato femra që kanë histori paraprakisht të ndonjë sëmundje, po ashtu kanë edhe anamnezë familjare, se mundet edhe si sëmundje të përçohet familjarisht, genetikisht, po ashtu të ajo gjini femnore që, si thash edhe më përpara, kanë sëmundje të ndryshme hormonale, nivelit të ulur të estrogjenit, atëherë po preferohet që të mundet të në një farë mënyre gjatë periudhës së shtatzanisë të jenë më të kujdesshme që të për shkak të shtimit të peshës që të mos ndodhin ato frakturat kompresive të unazave të shtyllës kurrizore, po ashtu edhe do duhet të merret ushqimi pasur me kalcium, vitamin D3, po ashtu edhe suplementet që në farë mënyre të ndikojë për vetë edhe fetusin të ushqyerit gjatë shtatzanisë. Prandaj te grupa të posaçme të gjinisë femnore që kanë histori se vuajnë prej sëmundjes së osteoporozës. Atëherë kalojmë pak pse frakturat tek të moshuarit janë më të zakonshme. Si që thash, do me thonë, mbi moshën 80 vjeçare, osteoporoza pothuajse është 70% prezente te populata jonë. Prandaj edhe si pasojë e asaj që eshtrat janë më të mbrisht, si pasojë e asaj që
masa kockore nuk është e dendur, do me thashtë është humbur dendësia, humbet forca e ashtit, po ashtu edhe elasticiteti. Edhe me një ramje shumë të vogël, ne që i themi nuk ka ndonjë high energy trauma, do një ramje shumë e madhe, po me një ramje shumë të vogël, munden të ndodhin ato frakturat e eshtrave, sidomos më tepër ndodhin në pjesën e shtyllës kurrizore, pastaj si fraktura më të shpeshta kemi te pacientët e të moshuarve me osteoporozë të pjesës së kokërdhokut, po ashtu dhe në pjesën proksimale të mbibryllit edhe të pjesës femurit. Mund të na thoni se a mund të përmirësohet gjendja e kockave në këtë moshë me trajtim të duhur? Normalisht se mundet të përmirësohet, por ne mbi të gjitha e kemi atë parollën që gjendja të mos përkeqësohet edhe më tepër. Mos të përkeqësohet më tepër, prandaj te gjithë moshat e vjetra preferohet që të bëhet diagnostifikimi i osteoporozës, edhe atë bëhet AIDEXA skeni, edhe duhet të mirë në qoftë se diagnostifikojmë osteoporozën si smundje, edhe pse para osteoporozës është sëmundja osteopenia, ku është një shkallë para osteoporozës, atëherë të këta pacient ka edhe trajtim me anë të barnave, të tipit të bifosfonateve, që duhet të marrin një herë në javët, varësisht sa është e theksu me osteoporoza, ose të merren bifosfonate të tipit që i konsumojnë një herë në muaj. Dhe normalisht ato të jenë edhe të marrën atë vitaminën D3, varet se sa njësi duhet të marrin, edhe të kalciumit. Edhe normalisht preferohet edhe të moshuarit që të ecin, të lëvizin. Do me thonë lëvizja në një farë mënyre aktiviteti fizik, lëvizja. Edhe po ashtu mënyra e të ushqyerit është shumë me rëndësi. Mund të na thoni ku është dallimi mes osteoponisë dhe osteoporozës? Osteoporoza do me thonë ato vlerat ne kur e bëjmë densitometrin, deksaskenin, si metodë e diagnostifikimit të osteoporozës, në qoftë se vlerat janë deri në minus 2.4, atëherë është osteopeni. Qoftë se janë prej në 0, minus 1, minus 2, minus 2.4, atëherë kemi osteopeni. Në qoftë se vlerat T-score, që i themi të osteoporozës janë minus 2.5, minus 3 edhe ma tepër, atëherë vetëm folim se është vetëm në fazën e osteoporozës. Doktor, sa është e rëndësishme fizioterapia, të themi pas një frakture për personat e moshuar? Pra fizioterapia luan një rol kyç të pacientës mbas frakturave, se është vetëm mënyrë që pacienti përsëri të kthehet në kryerjen e obligimeve të përditshme që i ka, mas pari, mbas frakturave, edhe kur trajtuan në mënyrë kirurgjikale nga ana e jonë kirurgëve, ortopedëve, do me thonë terapia fizikale luan rol të rëndësishëm. Në këtë mënyrë, pacienti fillon që të përforcoj muskujt, se gjatë ndërhyrjes kirurgjikale aty kemi edhe dobësim të muskujt, edhe po ashtu moslëvizshmëri të nyjeve. Pra terapia fizikale është shumë e rëndësishme që pacienti përsëri të filloj të kthej masën e muskujve edhe që të mos ndodhin ato në kontrakturat të nyjeve. Prandaj terapia fizikale gjithmonë preferohet. Mund të na thoni se çfarë mund të bëjnë institucionet shëndetësore për të rritur ndërgjegjësimin, të themi, në vend për këtë sëmundje? Lirisht mundem të them se munden të bëjnë shumë në një farë mënyre që të rrisin vetëdijsinë të popullata e jonë që osteoporoza të llogaritet edhe si sëmundje, se është diçka serioze, se pasojat prej osteoporozës janë të mëdhaja. Siç them, që munden të ndodhin frakturat e shpeshta. Pra, mas pari duhet të mbahen, të organizohen në për shkolla, në për institucione të ndryshme, po edhe të bëhet ajo në matja e dendësisë në falas dhe të folet në këtë temë më tepër për mënyrën e aktiviteteve fizike, pastaj për mënyrën e konsumimit të ushqimit. Prandaj duhet gjithmonë në një farë mënyre të rrisim vetëdijen te popullata e jonë për
është bërë ndonjëherë një hap i tillë në vendin tonë? Po, ka, do me thonë gjatë kur është dita botërore e osteoporozës, ka që në për institucionet të ndryshme shëndetësore, në për banatore të ndryshme të populata bëjnë matjen e dendësisë, kockave falas, edhe mbajnë ligjeratat të ndryshme në për shkolla, në për institucionet të po, ka pas raste që e bëjnë. Atëhere, gati erdhëm edhe fundit të emisionit. Mund të na thoni se cila është këshilla juaj për të gjithë ata që duan të kenë kocka të shëndetshme gjatë gjithë jetës? Pa, në fund duhet të them se duhet të rritet vetdia te populata e jonë, edhe atë, më së pari mënyra e të ushqyerit, të konsumohet ushqim edhe njëherë do e përsërisi pasur me kalcium edhe me vitamin D3. Pastaj ndikon aktiviteti fizik, është shumë e rëndësi për parandalimin e paraqitjes së osteoporozës si sëmundje. Pastaj konsumimi i alkoholit edhe duhanit ta hekin komplet, që të mos i konsumojnë këta, edhe munden të them se nëse kemi ishtrash të shëndosh, do kemi edhe jetë të shëndetshme. Edhe kjo është që mundem të përcjell popullatës edhe të bëjnë kontrolla të rregullta mjekësore, sidomos gjinia femnore mbas periudhës së menopauzës. Që gjithmonë mbas 2-3 viteve pasi hynë në periudhën e menopauzës, të shkojnë te mjeku te ortopedi edhe të bëjnë analiza të rregullta laboratorike për edhe të bëjnë deksaskenin për osteoporozën. Ju faleminderit edhe njëherë doktor shumë për gjitha këto këshilla, për gjitha këto informacione që i dhat pikërisht për ditën botërore të osteoporozës. Ju faleminderit edhe njëherë që ishit pjesë e emisionit të Ritmi i ditës. Ju faleminderit dhe juve.